Të nderuar këshilltar, me që e kemi korumin e nevojshëm, mbledhjen e deklaroj zyrtarisht të hapur. Do futen online zoti Mitat Daja dhe zoti Sajmir Sani. Sot jemi mbledhur në një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit Bashkiak Rogozhin për të shqyrtuar një çështje që prek drejt për drejt të ardhmen e komunitetit tonë, identitetin e Bashkisë Rogozhin dhe të drejtën e qytetarëve tanë për të pasur një vetë qeverisje vendore funksionale, të afërt dhe përfaqësuese. Drafti I ri I organizimit administrativo-territorial, I cili parashikon shkrirjen e Bashkisë Rogozhin, ka ngjallur shqetësim të lishëm të qytetarëve tanë, të institucionet vendore dhe të gjithë ata që besojnë se zhvillimi I një territori nuk matet vetëm me kufit administrativ, por me potencialin, historinë, identitetin dhe rezultatet që ai ka arritur. Këshilli Bashkiak Rogozhin është institucioni që përfaqëson drejt për drejt qytetarët e kësaj bashkie. Prandaj, është detyrimi ynë institucional dhe moral të ngrejmë zërin kur cënohet interesi I komunitetit që ne përfaqësojmë. Bashkia Rogozhin nuk është një njësi administrative pa histori. Ajo është shtëpia e rreth 43.000 banorëve. Sipas regjistrit të gjenies civile, organizohet në 5 njësi administrative dhe përfshin 36 fshatra, secili me traditat, vlerat dhe kontributin e tij në zhvillimin e këtij territori. Që prej formës territoriale të vitit 2015, Bashkia Rogozhin ka dëshmuar se është një bashki funksionale me kapacitete administrative dhe me vizion zhvillimi. Në këto vite janë realizuar investime të rëndësishme dhe janë krijuar mundësi të reja për ekonominë vendore. Sot, Rogozhina administron një nga vijat bregdetare me potencialin më të madh turistik në vend, atë të Spillesë dhe të Vil Boshtovës. Pas vitit 2015, kjo zonë u rivitalizua me investime të rëndësishme të infrastrukturës dhe shërbime, duke u kthyer në një destinacion të rëndësishëm për mjera pushues dhe një burim zhvillimi për biznesin lokal fal vizionit të bashkisë. Pa aq I rëndësishëm është dhe potenciali ynë bujqësor. Tokat pjellore të Rogozhinës me tradita e admirueshme në bujqësi ka bërë që ky sektor të mbetet shtylla kryesore e ekonomisë sonë. Nuk është rastësi që fshati Gërmej është përzgjedhur në programin kombëtar I 100 fshatrat si një ndër zonat më me perspektivë të veçantë zhvillimi. Rogozhina ka ditur të ndërtojë identitet dhe kulturë në sport. Në sport kemi dëshmuar se kur vullneti dhe vizioni institucional bashkohet me investime serioze, rezultatet janë të jashtëzakonshme. Bashkëthemelimi I shoqërisë aksionare Futboll Klub Egnatia. Në vitin 2020 hapi një kapitull të ri për sportin shqiptar. Sot kemi një stadium modern Arena Egnatia, ku janë zhvilluar ndeshje të kompeticioneve evropiane. Klubi ynë është shpallur kampion I Shqipërisë për 3 vite radhazi, fitues I 2 kupave të Shqipërisë dhe vazhdon të përfaqësojë me dinjitet vendin tonë në arenën evropiane. Këto nuk janë vetëm suksese sportive, ato janë dëshmi e qartë se Rogozhina di të zhvillohet, di të tërheqë investime dhe di të ndërtojë të ardhmen. Pikërisht për këtë arsye, ne besojmë se çdo reformë administrative duhet të mbështetet në analiza objektive, në dialog të hapur me komunitetet dhe në argumente të qarta. Nuk mund të pranohet një vendimarrje që prek jetën e mijëra qytetarëve pa një proces transparent konsultimi dhe pa prova, se një ndryshim I tillë do të sillte përmirësim I shërbimeve dhe zhvillimit. Sot, pavarësisht bindjeve politike që secili prej nesh përfaqëson, na bashkon një qëllim shumë I madh, mbrojtja e interesit të Bashkisë Rogozhin dhe e qytetarëve që na kanë besuar përfaqësimin e tyre. Është inkurajuese që ky këshill bashkiak ka gjetur gjuhën e përbashkët dhe po paraqitet me një qëndrim unanim, duke dëshmuar se kur bëhet fjalë për të ardhmen e Rogozhinës, interesi publik qëndron mbi çdo dallim politik. Mesazhi ynë nuk është kundër reformave. Ne jemi në mbështetje të çdo reforme që sill zhvillim, efikasitet dhe përmirësim të jetës së qytetarëve. Por jemi kundër çdo vendimarrje që dobëson autonominë vendore, largon vendimarrjen nga qytetarët dhe cënon identitetin e një bashkie që ka dëshmuar se ka potencial, kapacitete dhe rezultate. Rogozhina meriton të mbetet një njësi e pavarur e vetëqeverisjes vendore. E meriton për historinë e saj, për njerëzit e saj, për potencialin ekonomik, bujqësor dhe turistik, për kulturën, për sportin dhe mbi të gjitha për të ardhmen që po ndërton.
Me këtë bindje, Këshilli Bashkiak unanimisht propozuam të miratojnë projekt vendimin për kundërshtimin e draftit të ri të organizimit administrativo-territorial, duke përcjell një mesazh të qartë dhe të ndërgjegjshëm në mbrojtje të interesave të Bashkisë Rrogozhin dhe të gjithë qytetarëve të saj. E hedhim në votim projekt vendimin për kundërshtimin e draftit të ri të organizimit administrativo-territorial që parashikon shkrirjen e Bashkisë Rrogozhin. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Dhe zoti Mitadaja është dakord. Kjo ishte e gjitha arsyeja pse ne e bëm të mbledhje urgjente.